Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Rini e dashur, dëgjoni mirë. Prej këtu filloi mirë, edhe deri në varr kena me përfundu mirë. Këtu rrshasim, këtu gabojmë, atëherë hapet debati. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë kur të martohet dikush, martohet për 4 çështje. Këto janë kryesore, ka gjëra tjera. E para, kur dikush do mu martu, thot martohet për shkak të bukurisë. As morali, as pasuria, as mosha, kur gjë nuk këshyr i riu apo e reja. A është i bukur? Krejt në rregull, kriteri i tij apo i saj është veç më kanë i bukur. E dyta, pasuria. Çfarë familje është, kush është djali nuk është problem. A është shqiptara, nuk është shqiptar. Kujt i përket, veç le të ketë pare, me jetu jetën. E treta, ta pejgamberi sallallahu e autoritetit madh, familje madhe. Edhe e katërta, është feja, është morali. Më i miri për trive dhe trejave është ai që martohet për shkak se ka qëllim fen, e ka moralin. Ato ke kalojnë. Bukuria, pasuria, na jena tu jetu, si na lind sot. Po jeta na ka tregu se bukuria shkon, autoriteti shkon. Pasuria, sot je i pasur, nesër nuk je. Sot i ki 7 hektar begatit Allahu dhul xhelal kur je çun mëngjes nuk i kur gjë. E kupton? Po morali. Çaja grua e moralshme fetare nuk ta le fëmijën me ushqim me haram apo pije haram, veshje haram. Sepse thotë o burr jam unë e duroj varfnin, mi po jo s'dja armin e xhehenemit. Ose ana tjetër e burrit. Grue na u kanë kushtu punët, ama jo çdo sen me i dha fëmijës me hangë dhe me pi. Por ne çështet me vlerë në jetën e kësaj bote i kemi vënu kod. Ai themi e kemi bot kodune. Se ato kanë vlerë, se dikush i merr, dikush i grabit, dikush i dëmton e kështu me radhë. Zemra që është baza e imanit, e moralit, shejtanin e kena la me hyje me dal kur do ai vet. Për atë arsye ka shkurëzime të shumta. Për atë arsye ka probleme në familje të shumta, sepse kur vjen dita e darsmës të pakt me përjashtime të atyre që e bojnë darsmën në mënyrën që është i kënaqur Allahu dhe na ka porosit pejgamberi alayhis salam. Muzika, alkoholi, zhveshja në natën e parë të martesës e ke barkun me haram. Prej aty fillon e keqja, prej aty fillon çaja që në fund kena me ardha me thonë na kanë dalë fëmija prej dorës. E kupton vllazën nderun? Këto janë udhëzimet të Allahut. Keni kujdes, shejtani veç ju mashtron, ato veç ja u zbukuron. Ditën kur do të ringjallemi para Allahut, kena mu do xhenet e xhehenem. Po që ata që e kanë pasu shejtanin, e kena tregua jetën e Kuranit këtu, çka ju thot njerëzve. A ka gjë më trishtueshme se na me shpresu se dikush thot po jo se këto janë pallavra, ju shka po thoni. E vërtetë është çaja shka pe kërkon nefsi jam, shpirti jam. Pa shejtani ju thot une distancohem prej asaj që ju më keni thënë se ty duhet me besu në vend të Allahu dhul xhelal. E Allahu dhul xhelal na rujt o rini e dashur e xhamati i respektuar. Në mesin e familjes ka hi armiku që Allahu na dha lajmin në Kur'an. Mes burrit dhe grus, mes babës dhe nanës, mes babës dhe fëmijës. E të vallai nuk ka puna mirë, nuk ka puna mirë, sepse ti duhesh me eduku fëmijën tanë. Në market ku shkon me ble, me ja mësu një jetë se ka ushqim halal dhe haram. Po për ja kana fëmijës me hangër, po duhet me i tregu se ka produkte që janë prej mishit derrit. E në Islam është ndaluar mishi derrit. Ka prej alkoolit kështu me radhë. Prej kurreshjes nesër ka më të vet e vladi, pse nuk pe haçto? Ti si besimtar duhesh me i thonë se kjo është e ndaluar. Mirë po, leje mos ja prish qepin. E që kjo tu rrit, mandej kur rritemi me haram, çdo pjesë e trupit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që rritet me haram, është pjesë e zjarmit xhehenemit, Allah i na ruaj.